nëse ai po improvizon, sigurisht që ai ndjen. Nuk mund bëhen improvizimet qoftë jashtë ndenjash edhe jashtë përfshirjes. Diçka në shpirt patjetër është edhe do mbetet. Prandaj, desha ta sqaroj këtë për një arsye të thjeshtë që kur e pyesni një person je në rol apo je apo bën, kjo është absurde sepse kur ti bën një rol sigurisht je në rol, po je në rol je. Kur bën nënën je në rol e bën nënën. Nuk mund t'i tregosh fëmijët aspektet e intimitetit tatë, burrit, kur i bën gruan, i tregon gjithçka, po ka një border, ka një linjë që nuk do t'i thuash gjithçka, as atij. Kështu që kuptojeni që njeriu ose roli nuk është fake, roli është funksion. Atëre, po pse themi po është në rol, luan rolin? Kur ti në rol nuk bën rolin, ti je në rolin e nënës, po nuk e bën nënën, ta zem sepse nuk, si thot ajo Brigitte, që ndrojet ashti, që e njeh gjithë bota, Brigitte Bardoja, nuk kisha qef ta bëj rolin e nënës, gjë që tronditi gjithë Francën, edhe mua, bashkë me të, me Francën. Kështu që edhe çunin e vetë tronditi. Kështu që roli është një funksion që nuk do të thotë se s'përfshihesh emocionalisht, nuk do të thotë që s'jep devocion. Roli është aty. Kur ti rolin e bën si rol, nuk e luan, nuk përfshihesh, atëherë është keq. Je fake, nuk të pëlqen publiku, edhe nuk të çon nga ato, si quhen, dronet, parashutat, nuk të çon. Ka që mbas edhe i çon, nuk e di, se ç'bëhet. Kështu që besoj se u sqaruam si për publikun edhe për tjerët se çfarë është roli. Edhe nëse unë këtë e kam bërë me gjithë shpirt, e kam bërë rolin shumë mirë. Edhe s'ka nevojë më thonë mu kush je ti, a je kështu apo je ashtu. Sepse u sqaru se çfarë është roli. Roli pra është një funksion publik, mund të jetë edhe në funksion në familje, po edhe familja ka aspektet intimisisë brendshme që kufive që nuk i di çdo njeri, i di dashuri ose burri, nuk i din as fëmijët, pra shikojmë që gjithçka ndërtohet me dimensione, kufizime, me figura edhe bëhen detyrat që janë për të bërë ndarë jo vetëm lirit, po edhe përgjegjësitë. Unë besoj që rolin këtu e kam bërë shumë mirë, me gjithë dhe kam marrë përgjegjësinë maksimale për atë, mbaj përgjegjësinë maksimale për atë që kam bërë. Dhe kam kaluar represion të jashtëzakonshëm sepse e kam bërë shkëlqyeshëm. Kështu që them që këtë pikë e sqarova, edhe besoj mos më bëhet më kjo pyetje se kush jam dhe çfarë bëj. Tani dhe ata e morën vesh kur dal për jashta, që unë këtu kam qenë në rolin e reality show. Edhe nuk ka pse të ngatrohen sepse kjo është një thik, si thon, me shumë presa. Kjo është një thik me shumë presa që ju lej njerëzve pasaj përshtypje që kjo është moza. Jo, zotëri, unë kam bërë këtu përsosmërisht, duke u përfshirë emocionalisht, fizikisht, me një lodhje të jashtëzakonshme, nuk po them dhe gjëra tjera. Se kam heqë dhe dhëmball me dorë, unë edhe Jaka, të dy këtu. Kështu që nuk është aq e thjeshtë kjo punë, por kur jam jashtë, unë jam ajo që jam. Ajo gruaja që ka përgjegjësinë për smurin, ka përgjegjësinë për akademin, ka përgjegjësinë për librin, ka aftësinë krijuese, jam në rolet funksionale të jetës time. Nuk jam atje në këtë reality show që mund më merrni për rolin që kam bërë këtu. Këtu e din shumë mirë se këtu ka aktorë që i kanë bërë rolet në për ato estradat ku kanë marrë lek dikur, edhe që mund të çmohen me ato role edhe këtu, nëse vazhdon spektaklin ndryshe, duke mos kuptuar se çfarë është roli. Prandaj kuptojeni çfarë është roli edhe vlerësojeni shumë rolin. Po kur luhet roli i rolit, atëherë po. Këtë mund bësh pyetje mua, Arbana ose tjerë. Moza, ti po luan shkëlqyshëm këtë rol. Ti s'po bën rolin e rolit, po bën rolin. Dhe këtu ka shumë që po bëjnë rolin e rolit edhe po dalin e snaf. Kjo është për tu pa, apo jo, Zhaku? Me që jeti këtu, tu drejtova ty. Kur bën rolin e rolit, atëherë është problem. Prandaj pyetini pak të tjerët, mos më pyesni mua. Se unë ja u kam bëu hizmetin me sa kam plas. Jo sa kam mund, sa kam plas. Jo për çfarë gjendje. Jo, s'po jap lam të mirë rolit kaluar, po luaj këtë rol duke shpjeguar se ç'është roli. Se është koha që ti ndajmë ca qitape,
e ta din që jam koshjente. Jam përfshime emocionalisht aty ku thuhet, bëhem dhe budalla komplet, që dali sa më bukur, edhe e vuaj, se kur përfshihesh në ndjenja. Qa kam thënë që i kam dashur këtu, i kam dashur. Qa kam thënë, ose që e them, i dua. Por të kuptohet që jeta është në shumë gjepa, në shumë funksione. Edhe ka i film të jashtëzakonshëm me emrin Persona. Shikojeni atë film, një aktore që s'donte t'u bonte nën, po kishte sukses të jashtëzakonshëm. Edhe i thot një nga ato regjizorët, ja fut mizën në tru, kësaj, i thot që ti rolet e artit i bo shumë bukur, po rol nëne nuk e bo. Persona, filmi ati Bergmanit. Edhe kjo shkreta, u kap shumë keq me veten, ngeli shtatzan me atë që donte, lindi fëmijën, edhe e dha diku me rrit fëmijën, se do bonte rolin e karrierës të ecte përpara. Edhe në mes skenës i hikin fjalët nga goja, nga që kishte lënë fëmijën diku tjetër. S'u hap më goja, e qumë psikiatri, vazhdimin e filmit shikojeni, por se është shumë interesant, se si konfliktohet jeta shpirtërore dhe fizike e gruas me jetën e saj publike, por që inshallah kam pas mirë mikrofonin, se bim flokët këtu, e keni digju në gjë nga ato që thash, pra të lush një rol është madhështore, po të lush rolin e rolit, sikur po e bën rolin, kjo është pislik. Këtë fjallën pislik ma kam mësu Gesi? Jo. Si quhet? Gini, sorry. Ma kam mësu Gini. A i meret me këto që i dallo pisliqe. Pak në kështu thot. E kështu e fillum dhe këtë dit. Për vete, se për pulat i kisha fillum me vakt. Se di se i kam pas mikrofonin, pa e përsëris edhe i herë. Një person është jo vetëm njeri, po është edhe personalitet. Kushdo ka personalitetin e vetë. Ku hynë funksione që a i bën, publike, ose edhe jo publike në familje. Qarë bën, ta zemë bën babën, ose bën nonën, bën njeri unë që shkon punë, që punon, që me rogën. Mund bëj poetin, mund bëj atë aktorin, mund t'i bëj gjitha këto role. Në këto role është i përfshirë emocionalisht, po ka një zonë që quhet pra zona intime. Dhe kjo zonë intime ka një referencë tjetër, nuk del, nuk shfaqet aty komplet. Këtu në reality show, kush nuk ka zonën intime të bërë dhe gjen në një person ose e ka me probleme, gjen në një person që i përgjigjet përfundimisht, mund të bëj çiftin që i shtohet vlerë shumë e madhe, se përveç rolit publik të marrëdhënieve me shokët, ka dhe rolin e vetë shpirtëror të marrëdhënieve intime me tjetrin. Kjo është zonë sekrete. E kur ekspozohet kjo, bëhet një eureka. Unë për shembull e kam një njerëz smurjar, s'kam drejt që të bëj këtu një zonë sekrete, po improvizoj. Bëj sikur, po jo vetëm sikur, diçka dhe dua në atë sikur, pse zgjedh njërin e nuk zgjedh tjerë, se ka diçka për dashur në sensin tim, se gjithë janë për të dashur, po në sensin tim është ai. Pra, përfundimisht, je në rol apo si e, duhet pyetur ai që bën sikur është në rol. Asnjëherë s'kam bërë sikur jam në rol, e kam lujt funksionin tim me gjithë shpirt. Shpresoj që u sqaruam edhe me gjithë tjerët, jashtë dhe brenda, se çfarë është roli e çfarë duhet pyetur. Je kështu apo si je kështu? Ju përqafoj një të diel të gëzuar, kudo që jeni, na çoni në i vot, na çoni në i dron, kush ka lek shumë, na çon në i parashut. Inshallah ka pëlqen kufirin ato, se kena dhe ne i kufi këtu, që është produksioni Vind dhe Kene, që të bëjmë qejf gjithë bashkë, edhe të bëjmë në i humor. Pafshim.